Në Gjirokastër u zhvillua sot takimi informues i organizuar nga Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit, ku prezantua manuali për modalitetet e punës me strukturat e pushtetit vendor, i cili përcakton mënyrën e bashkëpunimit dhe përgjegjësitë që kanë institucionet vendore në procesin e verifikimit të figurës së individëve të propozuar për dekorata, tituj nderi apo funksione të tjera publike. Ndërlidhet kryesisht me drejtime kryesore të pushtetit vendor, siç janë këto pikat të përpashkën, procedurat për fillimin e verifikimit të pastërtisë së figurës së personave që emërohen në hapësira publike apo emra rrugësh, por edhe për dhënien e titujve të nderit apo dekoratave, dhe këtu është një pikë takimi me pushtetin vendor, që është subjekti kërkues në rastin konkret, dhe është autoriteti që zhvillon gjithë procedurat konform dispozitave të tij ligjore për dhënien e përgjigjeve institucionit të bashkive përkatëse, në mënyrë që ata të marrin një vendim të drejtë dhe të arsyeshëm për procedurat që flasim ne. Ky takim ishte i rëndësishëm për garantimin e transparencës dhe ruajtjen e kujtesës historike. Ndërlidhemi edhe me trajtime dhe nënvarime të dyshuara për ekzekutime të bëra gjatë periudhës fushë e objektit ligjit, që duhet ta themi, fushë e objektit të ligjit tonë, se autoritet është 29 dhori 24-ës, 2 Koriku 91. Dhe brenda kësaj fushë e zbatimit të ligjit, ne kemi trajtojmë vendvarimet e dyshuara, të cilat janë bërë kryesisht edhe me vendim gjykate, po edhe pa vendime gjykate, po njëkohësisht trajtojmë edhe faktin që të burgosit kur vdisnin në përbujgje, nuk trupat e tyre nuk i jepeshin familjarve, por ato varroseshin në mënyrë të fshehtë. Një tjetër synim ishte edhe zbatimi i ligjit që synon ndriçimin e së shkuarës dhe forcimin e vlerave demokratike në administratën publike.